Përshëndetje dashur miq, takohemi edhe këtë javë në emisionin Redaksia. Nuk jeni mësuar me mua zakonisht, sepse janë kolegë tjera të cilat kanë moderuar emisionin, mirëpo vendosa kësaj radhe të ju shoqëroj unë këtë të shtune, kështu që do të jemi bashkë në minutat në vim për të diskutuar një temë shumë interesante. Përse komentojmë në rrjetet sociale? A e mendojmë dy herë kur komentojmë në rrjetet sociale? Dhe cilat janë ato rregullat ndoshta që duhet t'i ndjekim? A ka ligje që përcaktojnë se si duhet komentuar në rrjetet sociale? Të gjitha këto kam shumë kënaqësi sot i diskutoj në studio me dy të ftuarat e mia, Saranda Selimin, e cila është pjesë e televizionit Alsat tashmë. Mirë se erdhe Sarand. Mirë se gjeta. E nisa me të shpisun. Nuk u dash na shta punej. Qa të bëjmë? Nora, mirë se erdhe, edhe ti e shpis. Nora Kaliqi. Po, gjithsesi. Ju faleminderit shumë Rit, faleminderit televizionit për hapësirën që ma. Faleminderit shumë ty që gjete kohë dhe hapësirë të jesh pjesë e emisionit Redaksia. Ne flasim në redaksi tema të ndryshme, mirë po jemi nxitur, nëse mund ta them, me Sarandën nga komentet e shumta që vijnë në webin e televizionit Alsat, po edhe komentet të cilat na vijnë pikërisht moderatorëve të emisioneve, njerëzve publik në përgjithësi për të diskutuar pikërisht temën e komentimit në rrjetet sociale. Merr komentet ti personalisht, të filloj nga eksperienca personale? Po, patjetër që po. Në veçanti kur e dim që kohëve të fundit dhe jetojmë në një epokë digjitale ku gjithçka zhvillohet nëpërmjet rrjeteve sociale, ndoshta tash edhe opinionet publike krijohen në komentet e rrjeteve sociale, jo më shumë nga vetë publikimet në statuset e profileve private apo publike, sido që tjetë, zhvillohet një debat nëpërmjet komenteve dhe pikërisht edhe në kuadër të organizatës kemi reaguar disa herë që çdo njeri nuk duhet të shprehë apo si të ndërmarrë masa të caktuara për komentet e caktuara të cilat krijojnë sido që të jetë opinion publik dhe në veçanti kur bëhet fjalë për personalitete publike, ne e dim që në shënjestër të këtyre komenteve zakonisht janë fatkeqësisht gratë dhe vajzat, ku ose temat sensibile, kur flasim për çështjet ndëretnike, kur flasim për dhunën familje, kur flasim për viktimat, por qoftë edhe paraqitja e vetë grave në jetën publike, e cila jep një farë kahje apo e nxjerr në pahat mentalitetin ton patriarkal, stereotipet e të gjitha që i kemi dhe fillojnë sharjet dhe ofendimet, realisht etiketimet, linqimet. Kështu edhe kontribuojmë si shoqëri për të ndaluar një grua apo një vajzë që tjetë pjesë e jetës publike. Marë si jo, në të shumtën e rasteve tash edhe kam kujdes shumë për shkak se jo vetëm për mua, por mbroj edhe familjen time dhe gjitha ata që më rrethojnë, pasi që kam edhe fëmijë të cilët janë më veç të rritur dhe ne e dim se gjuha e urrëties shkakton edhe konflikte të caktuara ku edhe të rinj ndoshta nuk janë të matur shumë për të ndërmarrë ndonjë mas të caktuar dhe nuk e din, nuk janë të vetëdijshëm ende se ato janë vetëm komente të cilat nuk mund të shkaktojnë diçka tjetër, më shumë drejt për drejt tek unë, mirë po realisht mund të shkaktojnë tek të tjerët të cilët lejojnë apo nuk reagojnë në bazë të ligjit apo nuk ndërmarrin masa të caktuara për t'i ndaluar ata që komentojnë keq dhe ofendojnë. Pikërisht. Në ndërkohë, Sarand, ti udhëheq webin, i ke gjatë gjithë kohës në vëmendje gjithkush që komenton, e gjithë veprimtaria që ndodh në fakt në këtë aspekt. Më thuaj cilat janë lajmet të cilat nxisin më së tepërmi komente. Kjo do të ishte pyetja e duhur për të vazhduar pastaj te ajo personalja ndoshta. Po, nëse nisim me kohën e fundit, ndoshta kish pas të bëj me politikën ma shumë, për shkak zhvillime politike që kanë qenë edhe për shkak të ndrimeve të pozicioneve të disa persona, edhe që atë njerëz të nisen me shpreja të atë mlefin që e kishin për brenda dhe me qitë komplet në rrjetet sociale. Na shpesh, po besoj edhe jo hasni, po edhe unë kom hasni disa thanje që janë bag interesant, ma veç po tinglojnë patetike se janë përdor shumë, po realisht prej nisjes epokës së digitalizimit edhe rrjeteve sociale, atëherë edhe njerëzja ka nisë me u shprallu, kisha me thonë kështu edhe me shkru, me qitë krejt ata nuk ka ma mas, te asnjë njeri nuk ka një mas saktume se çka duhesh me fol edhe çka s'duhesh me fol.
një faj begit madh në këtë rast të përfshi edhe vetën, ja lo dhe medjave. Do me thonë, unë e di sakt se kanë mëj me shti me komentu edhe qysh mëj me shti me komentu. Edhe si të nëzisësh. Edhe qysh me nëzit, po. Qysh me nëzit urrejtje, qysh me nëzit ndoshta ndonjë solm. Edhe ndërret ne kisha me thonë se na nuk e kemi shumë të lartë këtë rastin që ke protestat në lidhje me kushtetutën edhe me gjuajtjen me armë këtu të përballë Skënderbeut. Edhe qajo ngjarje se nisa me diçka tjetër, po që doli qështu se fjallat e nxjerr fjalën që thojmë na në Kosovë, qajo gjujtje me armë në mediat rajonale është keq interpretu edhe është shkru ndoshta qëllimisht edhe gabimisht. Nuk ka pas kur gjë të sakt, do me thonë, totalisht mediat kanë shu fake news, se ato e kanë paraqit dhe me këpë e mbron pronën, për asnjë moment prona e personit caktuar që ka gjuajt me armë nuk ka qenë e cënuar prej protestuzve. Edhe që kjo kisha me thonë që një faj begit madhe kemi edhe nga gazetartë, të e përshi edhe vetën, në aspektin se qka deklarojmë, qka shkrujmë e kështu me radhë. Po, sa i përket asaj personales, kom pas ma herët, tashtë jo ma e mbyllur, kisha me thonë, se nuk është edhe pjesë e mija i marrë dhe i ndaj në rrjetet sociale, se e di sakt që, për shembull javën e kalume, nëse unë e kisha qit një pjesë, e di sakt që ish bo namin rrjet, edhe nuk ish met njeri pa e komentu ato. Po flet për të ravarin prap. Po. Bëhet pjesë e emisionit taj. Allah të ravarin. Dash dhe pa dash na hynë në bisedë. E kam e kërku një kafe me pi me të ravarin, se qatë shumë e kom fol, e kom përmen. Definitivisht. Edhe që kështu thonë, e di sakt që kish nëzit te për shumë reagime të masës, si opozit, si pozit, edhe unë kom vendos pak me ma një farë hapi matutje për me i publiku këto qka i them unë, po unë e di sakt se për shembull nëse Rita ka me fol diçka për gratë, nëse unë e ja qes një titull që Rita Behadini është kundër martesës, do me thonë tiki me kanë e preme e grime në rjetet sociale, absolut asë një person nuk ka me hi me ledzu që akom shkru branda, ata kanë me umarë veç me titullin, do me thonë titujt clickbait janë ata që po nxisin mas shumë të urrejtje. Unë e kisha me thonë është mendimi jam personal, ndoshta Nora mundet me na tregu në aspektin ligjore dhe në aspektin e organizatës se qysh i parashojnë këto gjëra, po, unë fatkeqësisht kisha me thonë që qëto klikimet, titujt clickbait janë ato që po nxisin mas shumë të. Na bëjnë më së tepër mi dëm. Do të ndalemi te vetërregullimi i medjave, me njëherë pas reklamave të dashur miq, bëjmë një shkëputje dhe rikthehemi pas pak. Jemi sërish bashkë në emisionin Redaksia, të ftuar në studio kam Nora Kaliqin dhe Saranda Selimin, po bisedojmë pak më tepër përse komentojmë në rrjetet sociale dhe vetërregullimin e medjave. Këtu desha ta vazhdoj bisedën. Në fakt, thuhet Nora, që në mënyrë që mediat jenë të pavarura, apo duhet një farë lloj vetërregullimi i medjave në mënyrë që të mos ketë cenzurë. Sa mediat respektojnë ose vetërregullohen në Maqedoninë e Veriut, sipas eksperiencës që ti ke? Është e vështirë të jesh një vetërregullues apo trup vetërregullues si medjave në Maqedoninë e Veriut, në një shtet i cili ka një demokraci të brisht, ku e dim që liria e shprehjes është dëmëthënë nuk janë të reguluara si mediat online. Tash kemi fatin që do të futen edhe në ligjin për media, ku do të kemi një regjistër të medjave profesionale, por si do që tjetë, kjo është një tem pak më e gjërë, edhe unë do të mundohem të fokusojmë në disa pika që t'jem pak më e thjeshtë për qytetarët, se nuk e kuptojnë në të shumtën e rasteve se çka është një organizat, një trup vetëregullues. Mediat në Maqedoninë e Veriut për fat të keq në të shumtën e rasteve janë online media të cilat i shkelin ato standardet etike profesionale, mirë po nga ana tjetër edhe media tradicionale të cilat mbajnë në rrjete sociale, nëpërmjet rrjeteve sociale mundohen që të krijojnë për klikime apo për të arritë deri tek publiku më i gjerë. Nuk i kap në rrjete sociale cenzura, në kuptimin nëse publikojnë diçka që të guxon të thuhet, sepse e di që janë shumë të kujdesshëm, për shembull televizionet, në momentin kur e transmetojnë një gjë,
në krahasim me çka publikojnë në rrjetet sociale. Përse kanë këtë lloj lirie? Patjetër që po, nëse në rrjetet sociale vendoset një titull tjetër i temës së caktuar apo informacionit të caktuar i cili është publikuar në mediumin tradicional, atëherë ndërmirën masa me një screenshot ku mirë po në të shumtën e rasteve ato nuk hetohen. Neve nuk kemi aq shumë siç e dim, domethënë mekanizma që t'i përfshim të gjitha media dhe të kemi një mbikëqyrje pak më të gjerë dhe më të madhe, mirë po nga ana tjetër, nëse vërehet ndonjë shkelje etike pak më e madhe në atë drejtim, patjetër që reagohet edhe tek mediat tradicionale, pasi që ato duhet të jenë shembull për gjitha mediat, mënyrën se si do të bëhet. Mirë po, fatkeqësisht ne e dim që në veçanti para zgjedhjeve hapen dhe mbyllen media online, të cilat publikojnë informacione në favor të partive politike ku mbisundon ne dim tema politike në Maqedoninë e Veriut dhe nuk lëm hapësirë as pak për t'i trajtuar temat sociale apo diçka që na tangon neve si shoqëri. Dhe pikërisht mediat kanë kapur pikërisht këto tema të cilat më shumë nxisin gjuhë të urrëties, më shumë nxisin adrenalinën tek qytetarët për të komentuar dhe për të dhënë mendimet e tyre të drejta apo jo të drejta, dhe aty në vend që të krijohet një debat i shëndosh, aty fillojnë sharjet, fyetjet dhe ofendimet. Mirëpo nga ana tjetër qytetarët nuk e dinë se në kuadër të kodit penal ne kemi edhe ligjin për shpifje dhe ofendim, tek i cili do të thënë mund nëpërmjet organeve. Po, mendoj gazetari të bazohet. Po, edhe gazetarët ofenduar. Po, kushdo që të jetë i ofenduar, nëse identifikohet një person i cili nuk ka një profil të rrejshëm, apo që identifikohet një person i cili mund të ndërmerr masa, institucioni i caktuar apo policia, menjëherë që patjetër se duhet të raportojnë atë rast. Në rastet të caktuara kur mediat vetë shkelin, siç e përmendi edhe Saranda, në të shumtën e rasteve mediat janë fajtore, pasi që në përmbajtjen e tyre nuk thellohen në atë që duan t'ja prezantojnë apo të krijojnë një opinion publik, por realisht gjithçka fokusohet në titujt e tyre senzacional, me pikpyetje, pikçuditse dhe kështu me radhë. Vazhdimisht edhe kur kemi trajnime me fëmijët apo gjeneratat pak më të reja, i them në momentin kur shihni ndonjë pikçuditse apo pikpyetje, me njerë ta dini se diçka nuk është në rregull me vetë përmbajtjen e një informacioni të brendshëm. Më pas, hapet informacioni dhe nuk ka asgjë brenda. Dhe me thënë është një informacion i zbrazët, mirë po ka marrë shumë klikime. Dhe mediat e shfrytëzojnë këtë rast, normalisht, për përfitimen financiare, por ne duhet të dim se mediat ekzistojnë për të shërbyer opinionit publik. Ne jemi këtu për interesin e opinionit publik, për interesin e qytetarëve. Nuk duhet të vendosim interesat tona paraprakisht para interesit qytetar. Gjë e cila ndodh fatkeqësisht me shumicë ose shumicën e kohës ndodh fatkeqësisht sidomos në Ballkan, në vendet ku nuk është rregullimi i mediave ose funksionimi i mediave i rregulluar në bazë ligjore. Duhet Sarand vetë media të mbajnë përgjegjësi për komentet të cilat bëhen në rrjetet e tyre sociale, ose cila mendon që është zgjedhja? Jo, nuk mendoj që duhet vetë media. Bon keq mu. Nuk mendoj që vetë media duhet me majtë një farë përgjegjësie. Se personat që kanë të hapur një rrjet social edhe që din me komentu, me shoh, me çaki familje komplet, do me thonë ata janë të rritur, një mbi moshën 18 vjeçare. Edhe nëse ai nuk ka arrit deri në atë moshë me kriju një farë ideje se çka po do me bo me jetën, apo do me najt vesh me komentu edhe me vjell vrerë përmes rrjeteve sociale, ose apo do me dalë edhe me punu diçka, atëherë na nuk mujna me anis edhe me eduku, pavarësisht se media është medium që edukon të tjerët, po jo gjithmonë du me marrë rolin e mësusit, na me eduku ti zban me bo qështu, ti zban me bo qashtu, ose këtë koment nuk lejot apo diçka e tillë. Këtu kisha dasht me dallu që televizioni do me thonë komplet heket nga kjo pjesë, pavarësisht që edhe televizionet mujnë me pas naj rrshitje të tillë në informim, asnjëherë nuk bëhet me qëllim, po flasëm për Alsatin,
po prej që ka nis ky hovi i madh që she tregoj edhe Nora, prej momenteve që të nisin zgjedhje, që të hapen portale të reja, do me thonë atë bëhet merr në rrjete sociale dhe s'ka kontroll, unë menoj që shteti do të me marrë ndaj farë mase, menoj që duhet me pas ndaj farë rregulle tamam shtetërore, edhe menoj që duhet me undal pak çto subvencionet që i dhojnë partitë politike, se ti çaj tu bo. Okej, ti pe hap një media, ti pi bën pak reklam vetës, pe promovën vetën që atë, pi shtin do sponsora dhe po të shohin nështë nja 10.000-20.000 njerës, pe ka pak edhe diasporën që ato nja 2-3 vota anej, ama qa po bën fund, ti nuk po fiton, ti nuk po hin qeveri, ose ti nuk po hin si deputat, qofë si deputat, qofë si këshilltar tash në që i kemi zgjedhjet komunale, se na pi para prim tash edhe zgjedhjet komunale me bën e thirrje po. Edhe Kosova edhe Këndej, kështu që... Pikresht, po. Ose Shqipëria që i pat që tash i shkon mirë me bo një farë regulli, me thirrje eksperta, se kemi eksperta të ndryshëm, që është Nora, është ka në Kosovë, ka në Shqipëri, ka gjithandej eksperta që mirën me këtë fushë, dhe hajde t'ja nisëm të bojna një farë plani se çka po bojna me i ndalë pak qëto që gjuhën e urrejtje, se për mu rritë, nështë po e flas pak me emocion më të madh, por për mu është shumë e rrezikshme. Është jashtëzakonisht e rrezikshme. Mu lidh tash pak me personale, në momentin që unë kom lind Fronin, unë kom kërku pikrejt familjarëve mos me ma pësu djalin në rrjetet sociale. Edhe jam pikrisht çto komente që unë kom vendos ato me majt larg rrjeteve sociale. Nuk du Froni me qeni postum, se nuk po du as një koment karshi Froni qoftaj me qenë komenti maj mirë në botë. Ngjaj shumë edhe për mu, shumë mirë e tha dhe spjegoj Nora unë çka të shtoj ma shumë veç e prishi ato që e tha Nora, po pak ma shumë po do shme menu ka njëherë edhe për familjen, se qysh i prek ata, qysh i bën ata me uni. Na kemi edhe rastin të në rritë, më falë që po e përmeni kështu, edhe po i do ma shumë zo, po kove të fundit, qysh mediat kanë ditë me t'i nxjerr pi konteksti disa fjali, disa thanje tua, nuk ka ditë kërkush, edhe qysh mediat kanë arrit me bo qatë shumë armeq të t'i dediku ty ata armeq, nuk ka mujt askush me bo. Që është definitivisht një pushtet i jashtëzakonshëm media. Po, media është pushteti i katërt, ajo veç dihet, po ti vetë, na vetë diskutum një natë që tregove patë një eksperiencë diku në Prishtinë edhe në Kosovë dhe tregove se qysh gratat jenor jënë befasu me rritën, sa e mirë është rrita, sa mendimet e saj, sa qëndrushme, sa kanë bazë, edhe qysh ka arrit disa media caktume, mi janë nxjerr prej konteksti disa fjallë, ose vetëm për klikime. Po, media të krijojnë, të bëjnë monster po dashën, të bëjnë ëngjull po dashën, do më thënë varsisht si duan të portretizojnë, definitivisht. Unë që ka bëj thirrje, çdo të martë, unë e bëj të njëjtën thirrje dhe prap ka me vazhdu në secilin emision që m'jepet hapësira për me e bo, është ata që na shikojnë, fillimisht mos bazohen prej titullit. Le të hyjnë ta hapin lajmin edhe ta lexojnë. Aty pastaj e kam përmbajtjen se çka ka dashur me thonë autori, se me një titull ti nuk mundesh me thonë krejt çato çka ti don. Tash, është kjo e mira, apo e keqe që te qatë një titull, se unë e vetë e bëja canë. Vetë ka pas raste që jo prej konteksti, nuk kom zjerë asgjë pi konteksti, po besoj ju kujtohet në 2019 në zgjedhjet në Kosovë. Endrit Shala ish ministri i transportit, me një dikon në Malishev, në një mbledhje të nismas, thotë se unë e krejt veti muj të pi qaj. Endriti ka thonë, unë e krejt veti muj, mos më bëni zhurë me një emision. Mos bëni zhurë, e ka thonë aspektin e nervozës shatë për shatë, po nuk e ka thonë që unë e dalë krejt veti muj, ose Isa Mustafa, ju kujtohet me dur në gjepe e fitoj Prishtinën. Do me thonë, është titulli janë që ka dhez mas shumë tim botë, dhe krejt bota, krejt njerës vazhdojnë endëm ja përmen Endritit se ti mund krejt vetë veç të pi qajtë, përzi qajtë. Aden, është, halo, po, ama kërkush ka imrana me ledzu se qka ka. Po, absolutisht. E kam pa qatë titull, ama kërkush ka imrana me ledzu, ku e ka thonë Endriti këto, pse e ka thonë, qysh e ka thonë, qysh ka rjedhë, kur gja. Unë e marrë gjithmonë një shembull, Sarandat emisioni Zanat neve në është shpërndar një video pa zë. Do me thënë ka pas titull, ka shku video, ja, po s'ka pas zë. Do me thënë s'kan pas mundësi njerëzit të ashojnë se qëfar flasim ne.
komentet ishin po të njëjtat me po aq urrejtje sa çdo video tjetër. Domethënë njerëzit nuk hyjnë ta shohin se çfarë fleti. Lexojnë një titull, edhe nëse është Rita aty edhe Rita është ky person i cili jemi duke e sulmuar për momentin, i japim gojë, siç themi ne. Ne do bëjmë një tjetër shkëputje shumë shkurtë të dashur miq dhe rikthehemi pas pak për të vazhduar bisedën. Jemi sërish bashkë tani miq për të vazhduar, po flasim për komentet në rrjetet sociale, mediat në përgjithësi, liria e shprehjes, rregullimi ligjor dhe gjithçka tjetër. Të ftuar në studio kam Nora Kaliqen dhe Saranda Selimin, të dyja pjesë e medias, dhe po flasim për komentimin në rrjetet sociale. Desha të ndalem pak tek platformat. Një prej mënyrave se si unë kam arritur të mbrohem nga kërcënimet, ofendimet është janë këto mekanizma që i ofrohen Facebooku, Instagrami, që mos mund të shkruaj dikush pa të pasur shok, nuk e di, nuk të mbrim fjalë të caktuara. Sa mendon Nora që është i rëndësishëm roli i platformave, domethënë të rrjeteve sociale, dhe sa ata duhet të mbajnë përgjegjësi për çfarë komentohet në rrjetet e tyre? Patjetër që po, platformat janë ato kryesore që duhet të mbajnë llogari për në rrjetet sociale dhe në këto komente. Por unë do të ndërlidhem pak me Sarandën kur e përmendi se mediat nuk duhet të jenë përgjegjëse për komentet. Jo, në fakt secili e merr përgjegjësinë e tij, mirë po mediat duhet të fshinë të gjitha komentet që janë fyese dhe ofenduese, për shkak që mos të nxisin urrejtje të matutjeshme. Këtë e kemi diskutuar në kuadër. Një vend ekstra pune, Nora. Po, patjetër, po, se në vendet të caktuara, prandaj, e kemi diskutuar shumë herë, thash është tim pak më e gjerë, e cila duhet të diskutohet ndoshta edhe në më shumë hapësirë, mirë po do të mundohem të fokusohem në disa pikë ku filluam ta shqyrtojmë kodin e ri etik të mediave. Me ekspertë të caktuar, ne kishim me grupacione të caktuara edhe takime ku diskutonim pikërisht për komentet apo influencerët të zëmë. Dikush që nuk është medium, por që ka influencë dhe krijon opinion publik. Dhe si ato të futen në kuadër të kodit të ri etik për media, që ne ti kemi në një farë kontrolli të caktuar, por edhe media duhet të kenë përgjegjësi për komentet, pasi që është detyre mediumit ne që të shërbim të mirës. Prandaj edhe duhet jenë pak përgjegjëse. E kuptoj që duhet një vend i ri i punës, se në vendet sikur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo në vendet më të zhvilluara, ata ka një person të caktuar i cili është edhe i cili fact checker, edhe i filtron të gjitha informacionet, komentet dhe gjithçka që shkon në rrjetet sociale. Dhe pikërisht mediat në vendet më të zhvilluara fokusohen në faqet në internet dhe në pjesën më shumë digitale se sa atë që shkon në jetër tradicionalisht. Pyetja si ishte se mund të lidhen shumë tema. Platformat, a mbaj përgjegjësi platformat, Facebooku, Instagrami, a kam përgjegjësi për çfarë publikohet në rrjetet e tyre? Po, në këtë aspekt edhe duhet një edukim më i gjerë edhe i popullatës tonë, në veçanti të rinjve, të cilët edhe i shfrytëzojnë më shumë rrjetet sociale dhe platformat e caktuara, siç është TikToku, ne e dim që është një nga platformat më të shfrytëzuara dhe duhet të bëhet një edukim pak më i thellë tek të rinjt, se si ti përdorin ato, si ti ndalojnë komentet dhe si ti shfrytëzojnë gjitha mekanizmat të cilat i japin rrjetet sociale, që të mund ti ndalojnë vetë fjalë fyese apo ofenduese. Ne kemi për fat të mirë, kishim shumë projekte në drejtim të edukimit mediatik dhe edukimit në këtë hapësirë, mirë po nga ana tjetër kemi shumë pak qytetarë të edukuar. Dhe kjo është një feedback negativ, nuk është një kthes pozitive, të cilën ne duhet të mendojmë shumë se si duhet të fillojmë, të rifillojmë ndoshta prap, dhe të zhvillojmë projekte të cilat me të vërtetë do të prekin qytetarët, me të vërtetë do të prekin pikërisht këto tema të cilat i trajtojmë çdo ditë, në veçanti të rinjt, pasi që ne jemi pasqyrë e tyre. Ndoshta ne edhe nuk mund të shfrytëzojmë rrjetet sociale pa aq sa i shfrytëzojnë ato. Këtë e them nga aspekti praktik të cilin e kam edhe në shtëpi, ku shumë gjëra mësoj nga fëmijët e mi. Dhe në atë aspekt ndjehem sikur nuk jam shumë e edukuar në atë aspekt që të mund ndoshta edhe ndoshta nga ata do të kishim mësuar. Por ata nuk e kuptojnë se në disa raste kur bëjnë shaka
apo nxjerrin një informacion, apo përqeshin, bullizojnë dhe nxisin dun, nxisin komente ofenduese të cilat cënojnë të drejtën e tjetrit. Ne si qytetar, realisht nuk e kemi mësuar se liria e shprehjes tënde përfundon aty ku cënohet e drejta e tjetrit. Dhe pikërisht këtu duhet të ndalemi. Është një vije shumë e hollë, e kuptoj, mirë po nga ana tjetër duhet i dallojmë ato se sa e cënojmë tjetrin dhe sa e cënojmë drejtën themelore tjetrit për të bërë të ndjehet keq realisht. Definitivist. Sarand, dua të ndalem pak tek gratë. Janë kategoria më e cënuar, target më i lehtë sipas njerëzve. Mendon që në përgjithësi kjo është arsyeja se pse gratë nuk përfshihen në jetën publike? Po, me shumë gjas, po. Jo gjithkush mundet me i përballu ton ato komente negative që i thuhen. Jo gjithkush i përballon me ma gjak ftoftësi, edhe realisht edhe ata njerëz që i përballojnë edhe përbihen edhe thonë jo mu nuk manin, realisht thellë javnin. Dhe realisht kur na nuk menojnë asë sa e lëndojnë atjetrin me një fjalë që e themi. Se sa mund të lëndojmë në bazë psiqike ato, ndoshta jo për momentin, po ma vonë mundet me qenë bagi e rëndë në aspektin psiqik, që ajo fjalë ose komentet e shumëta që i merë. Unë menoj që po gratë bagi i stagnon kjo. Po, mendoj që njerëzit janë të vetëdijshëm kur komentojnë në rrjetet sociale, se unë për shembull kam njerëz të cilët komentojnë në rrjetet sociale dhe kur i takoj në jetën reale, në thojza, po e them, nuk janë të njëjtët persona. Shtangen, distancohen, turprohen, nuk të afrohen. Kështu që kam përshtypjen sikur nuk e perceptojnë atë komentin si një diçka që mbrin deri te tjetri. Po, mas telefona krejt jena luana, edhe që kjo po menoj që është arsyeja, se jo gjithkush përpara mundet me ardhe dhe me të shati, me thanë, ti rrit je qështo, se ti Sarand je, që apo dio, na i fjalë banale. Asnjë përpara nuk e bën, përpara janë kretingjë, edhe jo rastisht në fillim e thash që ardhja e rrjeteve sociale, hapja e shumë web faqeve, portaleve online e ka pru ç't frymeve e ka bo çto. Definitivist. Nora, ka më tepër ankesa nga gratë në këtë drejtim? Jo, për fat keq jo. Ndoshta unë nuk jam e kënaqur me atë që ndoshta edhe duhet të punohet shumë me organizata, duhet të fillojmë ndoshta edhe e kemi menduar që të takohemi dhe ndoshta do të diskutojmë për këtë çështje se si do të kishim mundësi që të deportojmë sa më shumë të gratë e vajzat që të paraqesin rastet e tilla. Unë i inkurajoj të gjitha, dhe me thënë jo vetëm rastin tënde dhe shumë vajza tjera të cilat i kam pas, e kanë qenë në shënjestër të sulmeve të caktuara, i kam sugjeruar që të drejtohen të Këshilli Etik për Media, të dërgojnë ankese, ka instancat të caktuara, trup profesionist i cili shqyrton ankesat dhe në bazë të asaj ankese ju mund të vazhdoni më tej edhe procese gjyqësore të cilat janë ankesa merret si bazë shumë e rëndësishme. Ti e din Rita, dhe kishe edhe rastet caktuara të cilat ka pas. Për fat të keq, gratë tërhiqen nga jeta publike, siç e tha edhe Saranda, kjo i pengon shumë që t'jenë pjesë e jetës publike, se ato janë shënjestër vazhdimisht, por kjo bëhet edhe me një qëllim të caktuar, thash, për shkak se ne ende e dim se jemi një shoqëri patriarkale dhe nuk duam që t'i japim shumë hapësirë femrave, grave. Kur një grua paraqitet në dritën e kamerave, apo të them para kamerave, apo ku do një jetën publike, cili do që tjetë komenti është pamja e saj, se si duket ajo fiziku, dhe kjo është edhe në bazë të statistikave të organizatave botërore që i kemi diskutuar shumë shpesh në konferenca, por asnjëherë nuk merret parasysh, dhe me thënë kapaciteti saj intelektual dhe shumë gjëra tjera. Ne kemi shumë meshkuj dhe shumë burra, të cilët nuk kanë asnjë kualifikim profesional dhe shumë mangësi ndoshta për të qenë në krye të një pozicioni, por ata janë atje.
Në të shumtën e rasteve diskutohet se profesioni gazetarisë është bë profesioni femrave dhe në të shumtën e rasteve kemi më shumë gra të cilat, por parashtrohet pyetja se pse. Ndoshta pse paguhen më pak, ndoshta është profesion më pak i paguar. Në të shumtën e rasteve gratë nuk janë në pozita udhëheqëse, por janë vetëm si punëtore të thjeshta, si gazetare, por nuk janë në pozita udhëheqëse realisht. Dhe këtu i shohim ato pengesat të cilat vazhdimisht paraqiten tek ne dhe për fat të keq i pengojnë edhe vajzat edhe gratë tjera që t'jenë pjesë e jetës publike, për shkak se ndoshta edhe duhet pak t'i shfletojmë tash edukimi, patjetër që duhet, t'i shfletojmë ligjet edhe të ndërmarrim masa, por edhe na duhet një edukim i personal në vetë familje tona, se edukimet ne dim që fillojnë nga vetë familje dhe shkojnë më tutje. Mos ishim cili do prej nesh i edukuar nga vetë familjarët dhe të mbrojtur dhe të përkrahur nga familjet, ne nuk do të kishim përkrahje më tutje për të vazhduar më tej me sfidat. Dhe kjo ka shumë rëndësi të madhe. Prandaj duhet kthehemi pak nga vetja dhe më pas të vazhdojmë edhe me ligjet dhe instancat tjera të cilat po. Aspektet tjera. Pajtohesh Sarand, komentohen gratë zakonisht për pamjen, komentohen gratë zakonisht nga aspekti moralit, apo se mendojnë që aty kur godasin aty, godasin... E kam bo namin. E kam bo namin, po, që aty ka ra pikës edhe u kry gjithë shka. Si pas atyre. Po, përveç grave, kësha dasht me i përmen edhe grupe tjera, ma të marginalizuara që janë si komuniteti LGBT. Na e kemi rastin e kolegu ton në Kosovë, Vullnet Krasniqit, i cili me hyrjen e ti në një reality show, a disa shumë njerëz nisën me përkra, do me thonë ndryshoj komplet qasja e njerëzve, perceptimi i njerëzve ndaj Vullnetit. Se ma herët na edhin, Vullneti ka qenë gazetar hulumtus dhe ka bërë shumë tema, bitë cilat ka qenë shumë i sulmuar. Edhe me hyrjen e ti në Big Brother, fillimin e ti, a i mori një simpati shumë të madhe prej njerëzve. Momentin që erdhi rrëfimi i Vullnetit, të regoj për perceptimin e ti, edhe për orientimin e ti seksual, atëherë nisi me ndryshu. Nisën me ndryshu njerë, qa ka, Vullneti është i njëjtë i njere. Pse duhet ty me të pengu qajo edhe ti mja nis me okej bre dhe nëse të pengon, unë jem shumë fajn nëse ty të pengon, nuk pajtosh me që ata është e drejtë e jotja, ki drejtën e botës. Po nuk i nevoj me shpreqat shumë mlef edhe mu që mi bo gati thikat edhe më shku të shpja me mytë. S'ki nevoj. Sështë, nuk ja ke dhonë të shpirtin, as nuk ja merë, edhe është... Absolutisht. O kry. Edhe që kjo është njerës absolut nuk shohin brendësin tonë, po shohin veç ato që ti paraqet, që ato që nëse ti kundërvi është dikujna me njëherë kanë me të sulmu, nëse ti nuk menon njëjtë si tjetri atëherë ti je katastrofë krejt, jo e sulmume, po e largume, je deli aziz. Edhe për që ata do ashta mi përmen edhe këtë pjesën tjetër të shoqnis tonë që kemi shumë, komuniteti rom, kove të fundit që akon pa janë edhe gratë mbulume që janë begit sulmume në rrjetet sociale. Që akon mujtë me pa në disa komente, kemi edhe gruan deputete në Republikën e Macedonis, në Kuvend, e cila momentin e zgjedhjes së saj si deputete, nisën disa komente sa pozitive, shkësh në negative. Ma i keni farë balanci, po edhe ato janë në disa format të sulmume dhe begit bullizume, pse kam vendosë mënyrën e tyre tjetëjesës të ambojnë të mbulume. Pra veshja e grave. Veshja, po. Rëtullohu nga të rëtullohesh, do me thënë aty i ke. Ke pasur ndë një rast, ose keni pasur, më mirë thënë, ndë një rast në webin Alsatit, kur dikush ka kërkuar të tërhiqet ndë një lajm, të fshihet ndë një koment, thjesht për shkak të këtyre arsyeve që i përmendëm gjatë emisionit? Po, fatkeqësisht për një maj, shumë rasti freskët, ishke një video ku kolegu jonë ka shku në parkun e Sarajt, ka bo një video dhe aty kanë qëllu njerë se është vend publik. Ti ki drejt edhe me ingjizu edhe me i marë. Edhe ajo video u montu edhe doli edhe në rrjetet sociale, ka shku edhe si kronik në televizion, edhe pastaj disa persona po na shuajnë që heke se unë s'po du me qenë pjesë e videos, largoja, ato kanë qenë vetëm pamje, do me thonë as nuk ka fol, as i ka marrë në prononcim, as kur gjë kanë qenë vetëm pamje. Këtyne persona mas ne e kishë shumë problem, ja u spjegu që ti nuk je i cënum kur gjë. Absolut nuk është i cënum. I cënum ka qenë
pse ka qenë pjesë e qasaj organizimi, si me thonë, asë organizim, po pjesë e parkut, ka dalë në natyrë, ka dalë në park me festu një majnë, edhe ka qëllu atë. Po, ata persona kanë thonë, largona se s'podojna me qenë pjesë e videos, për shkak të komenteve të shumta që i kemi pas, pikrisht në qatë video ku kanë thonë njerëz që bota po proteston, na po festojna, qysh nuk u mësut ju kur që një maj du të me protestu, du të mi kërku të drejtat e punëtorve, hajtë se na që qështu jena. Si gjithmonë këto komentet e tona që janë që i kena në majet guës, kështu mi qitë. Gati i kemi, veç na duhet arsyeja. Edhe që kjo ke rasti ma i fresë që më kujtu, po kemi pas edhe raste tjera, pa dyshim. Po kjo ishte i fundit i freskët, i cili normal nuk e largun videon, sa aja ishte veç panje. E nxisin këtë mediat, sidomos në Kosovë kam parë që qytetarët nuk duan më të prononcohen për media, thjesht për shkak të komenteve të shumta, faktin që ndonjëherë gazetarët e keq përdorin mënyrën se si bëjnë pyetje, çfarë nxjerrin prej qytetarëve kur ata përgjigjen. Shkurt nga një përgjigje prej të dyjave sepse jemi në fund fare. Po, e keq përdorin. Në disa raste e keq përdorin. Edhe ma ka ndryshu pak qasja, sidomos prej mas pandemis, se për lidhëm tash njëherë para lufte, mas lufte, para pandemis, mas pandemis, po mas pandemis ka ndryshu begi qasja edhe e medjave. Një mikrofon, një gazetar, një kamer, dil në shesh merë Vox Pop. Abdi qa ke aja, qka është aja? Une nuk e dija qa është kja. Edhe po, e keq përdorin shumë. Pikrisht për që ta dalin. I gjujnë pensionistët, i gjujnë gratë që kanë dalë nështë ta për një kafe, për një diçka me fmi, edhe ato kanë disa komente që jo gjithkush mundet me i thonë, ose një person ma i artikulum, si s'podu me u shprej kështo, po nuk i thot, aja i thot në gjutë popullit, i thot ma thjesht, edhe qaja kafe të prej qasajna dhe po. Janë shumë atë sinqerë, po, pikresht. Edhe qëta i gjujnë. Nora? Po, dhe unë mendoj kjo dhe tregoj edhe indeksi reporterve pa kufi, ku Kosova është e ranguar në një pozit shumë më të ullet, edhe pse dhe ne kishim një rikëtim mbrapa, mirë po si do që tjetë është pak më i but në atë aspekt, ne kemi hapësirë mediatike pak më të reguluar dhe më shumë i përmbajemi standardeve etike dhe profesionale, ndërsa në Kosovë pas luftës, si që përmendi edhe Saranda, ndërsa edhe pas pandemis filluan shumë të hapen rjetë sociale dhe liria e shprehjes dhe liria e veprimit të organizatave jo qeveritare dhe shoqërisë civile është shumë më e lirë se në Maqedoninë e Veriut, por kjo nuk do të thotë se çdo herë kanë të drejtë, për shkak se në të shumtën e rasteve unë kam pa gazetarë në Kosovë të cilët i shkelin e drejtat private të njerëzve të caktuar, të cilët duke ngrënë apo duke pirë një kafe ku ka të drejtë gjithsesi të paraqitet në çfarëdo forme, ata edhe nxjerrin në pamjen e tyre për të qenë vetëm shënjestër. Ndërsa të ne ndodhë shumë më pak, Rita. Definitivisht ka një tjetër qasje. Është më monitorume, është më regulluar, ndoshta edhe për shkak të ligjeve të caktuara, ndoshta edhe për shkak të natyrës të vetë, edhe organizata kemi më shumë që më shumë, ndoshta i përmbajme aty në standardeve më tradicionale të teme dhe standardeve etike, por realisht nuk duhet të cënohet, se thash edhe disa herë po e cek, edhe gazetari ka të drejtë të etiketon, ndoshta apo të vendos në shënjestër dikend që mendon se është tradhtar, është kriminal apo ku e di unë çfarë, mirë po duhet të ketë fakte dhe argumente për këtë gjë. Nuk mundet çdo njeri që qohet në mëngjes, të ketë natë i ritën dhe të fillon të shpërndan shpifje, ofendime, apo ku e di unë sharje të caktuara të cilat do të shkaktonin dëm tek Rita, pa pasur edhe fakte argumente në atë bazë. Dhe pikrisht edhe në këtë drejtim i kemi edhe të kryesisht ankesat, ku 80% të ankesave kanë të bëjnë me mos pasjen e palës dytë, mos pasjen e fakteve, argumenteve, objektiviteti e shumë të tjera. Absolutisht. Unë një falenderoj shumë të dyjave që keni gjetur hapësirë dhe kot jeni sot pjesë e emisionit Redaksia. Besoj që arritëm të prekim disa prej temave kryesore, ndoshta pikave kryesore të temës, nëse mundem të them. Temë shumë e gjerë, ka për të folur për orë të tëra, mirë po besoj që kemi arritur të dërgojmë një mesazh te njerëzit të cilët i kanë këto telefonat në duar, kështu që falenderit shumë. Faleminderit ju. Ndërkohë që ne miq kemi përfunduar kështu emisionin
Redaksia, se kisha nevoj për një përtypje. Kemi përfunduar kështu emisioni Redaksia për këtë javë. Unë ju falenderoj shumë që ishit sot me ne, na ndiqni, ne kemi vazhdimisht emisione edhe gjatë javës edhe gjatë fundjavave, kështu që na ndiqni në kanalin tonë në YouTube, në alsat.mk website-in tonë, i keni vazhdimisht të gjitha materialet të cilat mund t'i ndiqni edhe në televizion. Unë po ju lë takim ditën e hënë në emisionin e mëngjesit, deri atëherë mirëmbëjtje.